Ato të bëhet Ermal Feyzullahu baba për të katërtën herë. A u aksidentua reperi 2 ton dhe a është bërë për spital Gjon Karica? Përgjigjet e këtyre pyetjeve apo të vërtetat e këtyre gjërave i kuptojmë bashkë në vazhdim. Ermali dhe Ariana presin fëmijë, ky lajm nuk është as pak i vërtetë. Ermal Feyzullahu dhe bashkëshortja e tij Ariana këto ditë ishin pjesë e shkrimeve roz. Disa media elektronike plasuan një lajm në të cilin thuaj se këta të dy pritet të bëhen prindër për të katërtën herë. Prive ka kontaktuar me protagonistët në fjalë, të cilët këtë lajm e kanë konfirmuar plotësisht të pavërtetë. Aksidentohet 2 ton. Kjo është e vërtetë. Reperi nga Ferizaj, Arton Avdyli, ka psuar aksident nga i cili përveç dëmeve materiale nuk ka pasur ndonjë lëndim. Këtë e ka konfirmuar për Klan Kosovën vetë reperi para pak ditësh dhe e ka quajtur si momentin më të keq që i ka ndodhur gjatë 2015-s. Su dosh me bo ndeshje. Kam ropish ma që më gut. Gjon Karica në spital, edhe ky lajm është i vërtetë. Këngëtari më karakteristik i skenës muzikore shqiptare Gjon Karica këto ditë ndodhet në Kosovë. Arsyeja e ardhjes në vendlindje janë festat e fundvitit. Me këtë rast, ai po promovon edhe këngën e tij më të re, Bombardimet, e cila do të lansohet në edicionin festiv të Klan Kosovës. Mirë po vizita e tij duket të mos jetë perfekte. Këngëtari në fjalë u pa në një klinik private duke u trajtuar. Prive mëson se gjendja e tij shëndetësore nuk është dhe aq e mirë, por që është jashtë rrezikut për jetën.